Hapat e zemrës, spektakli organizuar nga Qendra Kulturore Vlorës nën kujdesin e veçantë të drejtueses Angela Kaplani, ndezi skenën e kinemas të qytetit, mbrëmjen e sejntes me ritëm dhe adrenalin. Performanca në kërcime nxënësve të shkollave nëntëvjeçare të mesme meritoi duart trokitin e publikut të shumt, që ishte i pranishëm në sallë, në një aktivitet që erdhi në vigjilje të Shën Valentinit. Performanca plot energji dhe pasion, atmosfera spektakolare, me dritat, ritmin dhe emocionin e pastër, ishte ajo që solli kjo shfaqje, e cila u përjetua si një eksperiencë jashtëzakonshme dhe parueshme, jo vetëm nga ata, të cilët ishin në skenë, por edhe nga publiku që ndoqi. Mirë se erdhët në Pallatin e Kulturës Vlorë. Sonte kemi kënaqësinë t'ju mirëpresim në një mbrëmje të veçantë, plot ritëm, emocion dhe elegant. Spektakli ynë quhet Hapat e zemrës, sepse çdo kërcim që do të shihni sot është një histori që lind nga zemra. Në këtë event do të marrin pjesë 10 çifte kërcimi nga klasat e 9-ta dhe shkollat e mesme të qytetit tonë. Mjaft me emocione për nxënësit pjesëmarrës ishte momenti ndarjes së çmimeve për shkollat dhe kërcimtarët e rinj, të talentuar që u bën pjesë në këtë aktivitet të veçantë dhe plot ngjyra. Faleminderit të gjithëve, faleminderit të gjithë tyre të rinjve që kanë qenë të mrekullueshme në gjithë këto kohë prova, faleminderit juve që e keni të mbushur sallën e kinemas. Certifikat i jepet shkollas 9-vjeçare Jani Minga, çmimi për performancën më energjike në konkursin e kërcimit Hapat e zemrës. Suksese! Certifikat i jepet shkollës Mucodelo, Francesca Fabio, çmimi i zemrës në konkursit Hapat e zemrës. Certifikat gjimnazit Jani Minga, çmimi sinkronizimi më i mirë në çift në konkursin e kërcimit Hapat e zemrës. Suksese! Certifikat i jepet shkollës Ismail Qemali, Alessio Ilna, çmimi special i jurist. Certifikat balerina më e mirë në konkursin e kërcimit Hapat e zemrës, Dorothea Çobaj, shkolla Jersallata. Certifikat i jepet balerini më i mirë në konkursin e kërcimit Hapat e zemrës, Alejandro Nurçe. I jepet shkollës Halim Xhelo, çmimi ka koreografia më e mirë në konkursin e kërcimit Hapat e zemrës. Suksese, shkolla Halim Xhelo. Shkollës Lefsallata, çmimi interpretimi më i mirë në konkursin e kërcimit Hapat e zemrës. Suksese! Mbrëma, urimet gjithve, faleminderit për këtë mbrëmje ndryshe, faleminderit Angelës që na sjell për herë këtu me ide të reja, faleminderit Bashkisë Vlorë për gjithë këto aktivitete kaq të bukura, kaq të këndshme dhe që kultivojnë dashurinë të të rinj, të fëmijët dhe të brezat që porisin. Certifikat i jepet shkollës Mucodelo, Alejandro dhe Francesca, çifti më kreativ në konkursin e kërcimit Hapat e zemrës. Gjithashtu, çmimi i tretë i jepet shkollës Jani Minga.
Çmimi i dytë i jepet shkollës Halim Xhela. Certifikat i jepet shkollës internacional çmimi i dytë në konkursin Hapat e Zemrës. Suksese. Certifikat shkolla Mucodelo, çmimi i parë në konkursin Hapat e Zemrës. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kaplani thotë se ky aktivitet i arriti qëllimit, edhe pse nxënësit pjesëmarrës nuk ishin kërcimtar profesionist. Spektakli Hapat e Kërcimit janë shumë e lumtur që çdo gjë shkojë me sukses, pavarësisht se ju nuk ishin profesionist, balerinët dolën për mrekullim. Faleminderit Bashkisë Vlorë për mbështetjen e pakrahasueshme dhe që është gjithmonë e gatshme për të ndihmuar të rinjtë e qytetit të Vlorës. Falenderoj gjithë stafin e Qendrës Kulturore, zyrën arsimore vendore, Bashkia Vlorë i Mar. Falenderit publikut që ishin aq të shumë në numër, falenderit për çdo duar trokiti dhe për çdo emocion që na dhuruan. Ju i presim në spektaklet të tjera. Ishte vetëm një mbrëmje, vetëm një mundësi, por që do të kthehet në një traditë të bukur nga Qendra Kulturore Vlorës, ndërsa shkolla Mucodelo meritoi çmimin e parë të këtij aktiviteti mes emocioneve, duar trokitjeve dhe festës.